Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ftoi të gjithë deputetët e opozitës të miratojnë projektin në Kuvend. Askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që të kontrabandohet, për shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Unë po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kaloj një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke e pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë. Deklaroi Afrim Gashi. Integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me ambasadoren e Mbretërisë Hollandës në Shkup, Özlem Kanel. Në njoftimin e shpërndar për mediat thuhet se Ahmeti nënvizoi se çdo vonesë mëtejshme në proceset integruese largon vendin nga perspektiva europiane, dobëson institucionet dhe krijon pasiguri politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjatë takimit Ahmeti ka shprehur shqetësim për goditjen e vazhdueshme ndaj marrëveshjes së Ohrit dhe arritjeve që garantojnë barazinë, kohezionin ndërretnik dhe stabilitetin e vendit. Arben Fetaj është dërguari special i Maqedonisë së Veriut për Bashkimin Evropian me seli në Bruksel. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave. Për zëvendës kryeministrit, ky është një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit integrimit evropian të vendit tonë, duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-s, duke kontribuar në tejkalimin e sfidave politike dhe diplomatike dhe duke bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel dhe në kryeqytetet europiane, deklaroi Fetaj. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Koçoska, e vlerësoi ribalancimin e buxhetit për vitin 2026 se një nga rastet e ralla që vjen meritet të zërave të shpenzimeve kapitale. Në intervistë televizive ajo informoi se nuk bëhet fjalë për transferime të rregullta, pasi për herë të parë rritja në krahun e shpenzimeve është rreth 6 miliard denar. Sipas ministres, e vetmja kategori ku është regjistruar niveli më i ulët i arkëtimit janë aksizat për shkak të masave të marra nga qeveria. Largohet një nga investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon bateri litium-ion, ka marrë vendimin që deri në fund të vitit 2026 të mbyllë plotësisht fabrikën e saj të prodhimit në Shkup dhe të zhvendosë prodhimin në Poloni. Ky vendim biznesi prek rreth 100 persona që ishin të punësuar në fabrikën në Shkup, si dhe punësimet e tjera potenciale që ishin paralajmëruar gjatë promovimit të investimit rreth 3 vite më parë. Projektet në sektorin e energjisë, miniera dhe armonizimi i legjislacionit me standardet europiane ishin në thelb të diskutimeve në takimin mes ministres së energjisë Maqedonisë së Veriut, Sanja Bozhinovska, me të ngarkuarën në punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicole Varnes. Ministria Bozhinovska gjatë takimit informoi për ecurinë e punimeve ndërtimore lidhur me realizimin e interkonjektorit të gazit me Greqinë, i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, dhe lidhja e gazit me Serbinë. Krahas asaj u diskutua antarësimi zyrtar i Maqedonisë në korridorin vertikal të gazit në muajin shtator. Shtetasit e Maqedonisë së Veriut vijojnë të hasin probleme në kufi. Me ndërimin e emrit të shtetit nuk njihen lejet e drejtimit të mjetit nga shteti italian dhe në mungesë të një marrëveshje të re, shumë emigrantë që punojnë atje rrezikojnë të humbasin vendet e punës. Ata që në patentën e shoferit e kanë emrin Maqedonia e Veriut kanë një vit afat pas leje qëndrimit në Gadishullin Apenin të i konvertojnë ato në leje italiane, por kjo është e pamundur pa një marrëveshje të re. 300 specializantë privat në institucionet shëndetësore publike në Maqedoninë e Veriut do të punësojnë deri në fund të vitit 2026. Punësimet do të realizohen sipas nevojave të institucioneve publike shëndetësore në ato vende ku ka më shumë nevojë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ky vendim synon të mbajë mjek të rinj në vend, të plotësojë mungesën e stafit dhe të forcojë kapacitetet e klinikave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Gjithashtu pritet të sigurojë shpërndarje më të balancuar të personelit mjekësor dhe të shkurtojë kohën e pritjes së pacientëve. Rajoni. Parlamenti Evropian i ka bërë thirrje Kosovës që të përshpejtojë reformat e nevojshme për afrimin me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet më shumë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një shkrimi në platformën X, Parlamenti Evropian vlerësoi se funksionimi i institucioneve është thelbësor për përparimin e Kosovës në agjendën europiane. Sipas tij, Kosova duhet të përshpejtojë reformat dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Parlamenti bën thirrje për një legjislaturë dhe qeveri funksionale për të çuar përpara reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për të mbështetur rrugën e Kosovës drejt BE-s si një vend kandidat potencial.
Zhvillimi i rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit dhe vendosjes personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit të Kosovës, komentoi ushtruesi i detyrës së presidentes Albulena Xhiu, gjeten një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potokut. Ai u angazhua për t'i dhënë mbështetje këtij procesi deri në përfundimin e identifikimit të viktimave. Ky proces do të ketë për krah time të plot nga vlerësimi i gjithësanshëm i lokacionit, zhvarrimi dhe ekzaminimet mjekoligjore e deri tek identifikimi i plot i viktimave, gjithmonë në përpjekje për t'u përgjigjur të drejtës së familjeve për të ditur fatin dhe vendodhjen e më të dashurve të tyre, deklaroi Xhiu. Edhe Ministri e Drejtësisë e Kosovës Donika Gërvalla deklaroi se 27 vjet pas çlirimit të Kosovës, çështja e personave të pagjetur vazhdon të mbetet një nga plagët më të mëdha të shoqërisë. Në një prononcim për mediat nga një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, Gërvalla tha se mbi 1500 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, ndërsa mira familjar presin ende për një përgjigje për fatin e të afërmve të tyre. Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e barrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi të gjitha për të siguruar që gjëra të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë. Kosova dokumenton më shumë se 12.230 viktimat e luftës për periudhën 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Të dhënat janë bërë publike nga raporti i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës. Ai përmban listën paraprake të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti tha se të dhënat tregojnë dhe për intensifikimin e krimeve gjatë muajve të fundit të luftës, duke theksuar se pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999, ndërsa drejtori i institutit Ade Hetemi sqaroi nisjen e një procesi të standardizuar të verifikimit dhe vlerësimit të dhënave, duke sqaruar se lista paraprake përfshin rreth 13.000 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Për herë të parë në Shqipëri do të krijohet Instituti për trajtimin e tumoreve. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi miratimin e qendrës në standardet europiane. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universiteti Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore e para e këtij lloji në Shqipëri. Ebit Sala sqaroi se instituti do të ketë 3 fusha kryesore veprimi, atë klinike, të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, ndërsa si shembull është marrë Instituti Milanos. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë dhe si bërtham për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë. Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë. Deputeti i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Sigurinë Kombëtare Klevis Balliu i është rikthyer akuzave për korrupsion në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga selia e kuvendit, Balliu deklaroi se Akshi është ndruar në qendrën operative të kapjes së shtetit, duke pretenduar se përmes tij janë vënë në kontroll institucione kyçe dhe janë përdorur mekanizma shantazhi dhe intimidimi ndaj administratës publike. Arrestimi në Francë i Ermal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetimi vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria e Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës. Balliu ndalet tek ajo që e cilësoi si skema Kajo, e për të cilën tha se ka denoncuar prej muajsh në parlament dhe në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Sipas tij, Belinda Balluku dhe Ronje Fet kanë vendosur nën kontroll një pjesë strategjike të industrisë ushtarake shqiptare përmes kompanive që prodhojnë, furnizojnë dhe tregtojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake. Përmes kësaj skeme është marrë nën kontroll një pjesë strategjike e industrisë ushtarake shqiptare, kompani që merren me prodhimin, furnizimin dhe tregtimin e armëve, municione dhe pajisje ushtarake, një sektor që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare.
Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi e komentoi si të parapranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake. Në një konferencë përshtyp pas mbledhjes së qeverisë, ministri kërkoi që të mos ketë krah politik për çështjet e sigurisë kombëtare. Të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e parapranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krah politike dhe sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krah politik. Në lidhje me mënyrën e miratimit të marrëveshjes në Kuvendin e Shqipërisë, për Nufajin, vendimi është në përputhje me kushtetutën. Unë si jurist nuk besoj që është në shkelje të kushtetutës, dhe kjo është qëndrimi im. Besoj që mënyra se si është rënë dakord, dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament, ky projekt është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisioneve kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. I është dhënë koha e mjaftueshme, mbas miratimit procedurës përshpejtuar për miratimin e tij, që të shfrytojë, të lexojë, të bëjë me dije deputetëve të Kuvendit të Republikës. Dhe ajo marrëveshje që është lexuar ditë, do ishte e njëjta marrëveshje që lexojë edhe po të kalohej ajo fati që pretendon Partia Demokratike. Nuk do ndryshon. Serbia rikthen sinjalet e bashkëpunimit me Shqipërinë. Ministri i jashtëm i Serbisë, Marko Đurić, deklaroi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Në intervistë për radion e Beogradit, Đurić deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, deklaroi kryediplomati i Serbisë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.